duke shpreh ngushëllimet Zotit Meta dhe të gjithë familjes, dënoj me forcën më të madhe burgosjen e tij politike nga një njeri që ka në shpirt trashëgimin e babait tij xhelat për kundërshtarin politik. Ilir Meta ka absolutisht gjithçka të montuar dhe politike, një fars e turpshme, një fars që mbahet gjallë nga një ish xhelat i sigurimit shtetit dhe të tjerë, me falsitete, dokumenta falso dhe si një zbatim i porosisë së Edvin Kristaq Rams, njeriu krimet familjare të cilit e bëjnë atë më kriminal se sa etrit e tij. E thot Victor Hugo diku, çobani i bagtive tegra është më i egër se vet ato. Bastardi i egërsirave është të xhelatëve të komunizmit është më i egër se vet ata. Dëgjoni, ju duhet bëni investigim. Unë ftoj media të bëjnë investigim. Shiko çfarë bëjnë. Dorëzojnë dokumenta të cilat faktojnë që kanë ngritur akuzën mbi falsitet dhe i mbajnë të nuk do t'u jipen LSI-s për 2 vite. Nuk mund t'i shohin, sepse nuk duhen t'u dalin akuzat falso të turpshme që kanë lëshuar ndaj tij. Asnjë nga akuzat, edhe njerë ju them, asnjëra prej akuzave absolutisht ka zero substancë. E mban Edi Rama vetëm nga frika dhe tmerri, sepse siç e shifni ju, ai është tani mbahet në çdo fiebarje, është i aftë çdo akt, mbasi në fakt është një kufom e pakallur.